Zonja dhe zotërinj, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve në Channel One. Kryeministri Sali Berisha në një intervistë për Zërin e Amerikës deklaroi se në Shqipëri ndëshkueshmëria e zyrtarëve ka nivelin më të lartë të rajonit. Ai tha se qeveria mbetet e vendosur për të luftuar këtë fenomen. Sa i përket çështjes së zgjedhjes së presidentit, Berisha deklaroi se është i hapur për të diskutuar për kandidatura të tjera jashtë Partisë Demokratike. Në Shqipëri, mendoj, në djenin time, janë ndëshkuar më shumë se në çdo vend tjetër, zyrtar për korrupsion. Janë ndëshkuar me qindra çdo vit. Dhe unë mund të them se kjo është një praktik e mirë e organeve të drejtësisë shqiptare. A ka patur ndëshkime të zyrtarëve më të lartë? Nuk ka patur ndëshkime të zyrtarëve më të lartë. Por, do të themi gjë, ndëshkimi zyrtar, barazia para ligjit duhet të jetë qëllim themelor dhe parim themelor. Kurse targetimi për shkak të postit nuk justifikohet. Cilat janë forma më mendoni ju për reformën zgjedhore në Shqipëri? Unë gjykoj se ky është sistemi më i mirë që i përshtatet vendit dhe pse do të jem fare sepse ky sistem i jep fund një lloj rajonizimi gjeografik të papërshtatshëm të forcave politike. Dhe kjo është meritë e madhe e këtij sistemi. Në kushtetut, fryma që bizotëron është ajo e konsensusit për zgjedhjen e presidentit, megjithëse presidenti me ligj mund të zgjidhet dhe me votat e thjesht të shumicës me 71 vota. Apo jeni i hapur dhe për kandidatë të tjerë jashtë figurave të PD-s? Ju do jeni të hapur për një kandidat jashtë PD-s? Në tërësi unë kam formuluar qëllimet e mia. Ajo që unë jam i hapur, jam për konsultime dhe jam njëkohësisht mbetem i vendosur për zbatimin e kushtetutës. Çështja e pronësisë shkakton të tjera viktima dhe të plagosur. Një person është vrarë dhe 2 të tjerë janë plagosur në periferi të Tiranës, në Bathore. Pronat kanë përfshirë 2 familje në konflikt që ka degeneruar në të shtëna me armë ndaj njëri tjetrit. Një person ka mbetur i vdekur dhe 2 të tjerë janë plagosur në periferi të kryeqytetit. Ngjarja ka ndodhur në zonën e Bathores, ndërsa dyshohet se vrasja e shtesësit Shpëtim Kaçi mund të ketë ndodhur për motive pronësie. Policia e mbërritur në vend ngjarje ka nisur me njëherë hetimet për të identifikuar autorët e krimit si dhe shkaqjet e konfliktit në fjalë. Sipas hetimeve të para, mësohet se 2 familjet janë konfliktuar me njëra tjetrën duke përdorur dhe 2 lloje të ndryshme armësh, një çifte dhe një automatik. Nga të shtënët e armëve mbeti i vrarë babai 2 fëmijëve Shpëtim Kaçi dhe u plagosën shtetasit Nazmi e Selvie Islamaj. Policia shton se të plagosurit janë anëtarë të një familje, ndërsa janë transportuar në gjendje të rëndë në spitalin ushtarak. Siç raportojnë Blut e komisariatit numër 5 në kryeqytet, këto familje kanë pasur edhe konflikte më të hershme pikërisht për tokën dhe vendin ku kullosnin baktin. Gjendet i vetvarur në banesën e tij në Tiranë, publicisti i njohur Ardian Klosi. Ngjarja e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e dieshme në banesën e publicistit Klosi tek liçeni artificial në Tiranë. Në fillim të janarit të këtij viti, ai tentoi të jap fund jetës duke konsumuar një sasi të konsiderueshme farmaceutikësh, por arriti të shpëtojë pas një ndërhyrje në Spitalin Psikiatrik të Tiranës. Publicisti i njohur Ardian Klosi ka dhënë fund jetës duke u vetvarur me litar në banesën e tij. Ai u gjeti i vdekur nga gruaja e tij, fotografja gjermane Jutta Benzerberg, mes natën e së njëjtës. Mësohet se Ardian Klosi, babai i 2 vajzave, kishte dërguar edhe një mesazh në celularin e bashkëshortes së tij pak para aktit të vetvrasjes. Klosi, 55 vjeçar, jetonte në një banesë tek lagja komune e Parisit, ku ai qëndronte vetëm kohët e fundit. Humbje të madhe dhe të pazëvendësueshme ka cilësuar kreu i shtetit Bamir Topi ndarjen e parakohshme nga jeta të publicistit Klosi. Ndërkohë një mesazh ngushëllimi ka dërguar edhe kryeministri Berisha nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kreu i Partisë Socialiste, gjithashtu Edi Rama, ka cilësuar një njerëz të çmuar për vendin dhe humbje tragjike ndarjen nga jeta të publicistit të njohur Ardian Klosi. Avokati i popullit Lito Tozani në një mesazh për mediat i shpreu ngushëllime e familjes. Mesazhit ju bashkangjiten dhe mjaft figura të shoqërisë civile ku i ndjeri ishte aktivist prej disa kohësh. Në homazh tek Biblioteka Kombëtare publikoi të gjithë veprën e publicistit Klosi. Janë rreth 45 botime, analiza e më së shumti përkthime nga letërsia gjermane.
Në homazh të tij, Biblioteka Kombëtare ka publikuar të gjithë veprën e publicistit Klosi, një rreth 45 zbotime, analiza e më së shumti përkthime nga letërsia gjermane. Policia e Tiranës ka goditur një bandë kriminale dyshuar për 50 vjedhje automjetesh. Policia ka dokumentuar vetëm 50 vjedhje, ndërsa po hetohet për raste të tjera. Policia e Tiranës shkatërron bande kriminale të vjedhjeve të makinave dhe motorëve. Në një konferencë për shtyp, zëdhënësja e Policisë së Tiranës Alma Kadragjini ka theksuar se në sajt operacionit të koduar bashkëpunimi janë arrestuar 2 persona në një ndjekje penale dhe një tjetër është pallur në kërkim. Këto shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin dyshohen se janë autor të vjedhjeve të konsiderueshme të automjeteve motorave, ku në total është zbardhur dhe është bërë dokumentimi ligjor në përfshirjen e tyre të 50 vjedhjeve të automjeteve dhe motorëve. Nga hetimi deri tanishëm nga strukturat e hetimit të krimit të policisë së kryeqytetit ka rezultuar se ky grup kriminal, pasi realizonin vjedhje të makinave luksoze të tipit Benz, i shisnin ndërsa automjetet të përdorura bënin çmontimin e tyre në pjesë këmbimi. Në cilësinë e provës materiale u gjendën dhe u sekuestruan disa automjete, çelca Hexagon, si dhe shuma e parave prej 70.000 lekësh të reja, shumë e cila dyshohet të jetë përfituar nga kjo veprimtari kriminale. Policia tha se hetimet vazhdojnë, pasi dyshohet se ky grup është i përfshirë edhe në aktivitetet e tjera kriminale. Policia e shtetit përfundoi me sukses operacionin Stafeta, duke arrestuar 2 persona të cilët u kapën në flagrancë në afërsi të kufirit me malin e zi, në fshatin Grill të rrethit Malësie e Madhe, teksa po tentonin të kalonin ilegalisht në drejtim të malit të zi 6 shtetas maroken. Policia e shtetit ka bërë të mundur arrestimin e 2 personave të cilët akuzohen për trafik të qenieve njerëzore. Në sajt operacionit të koduar Stafeta, u bë mundur arrestimi i shtetasve Fatmir Cahani, 44 vjeç, dhe Bashkim Brahimi, 45 vjeç, pasi po tentonin të kalonin në mënyrë ilegale 6 maroken në drejtim të malit të zi. Këta shtetas u kapën në flagrancë nga strukturat e drejtorisë së policisë së qarkut Shkodër, rreth orës 23:30 minuta në afërsi të kufirit me malin e zi, në fshatin Grill të rrethit Malësie e Madhe, teksa po tentonin të kalonin ilegalisht në drejtim të malit të zi 6 shtetas maroken. Operacioni që bëri të mundur arrestimin e këtyre 2 shtetasve u zhvillua pas grumbullimit të informacioneve nga strukturat e policisë së shtetit në kuadër të punës për parandalimin e goditjen e kontrabandimit të migrantëve nga vendet e treta për në shtetet e Europës perëndimore. Bazuar në informacionet e marra në rrugë operative, strukturat e luftës kundër trafiqeve organizuan punën për kapjen në flagrancë të këtyre shtetasve. Sipas policisë, operacioni zhvillua në kufi me malin e zi, ku të arrestuarit nëpërmjet të 2 automjeteve po transportonin 6 maroken në mënyrë ilegale në shtetin fqinj. Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta është takuar në Bruksel me kreun e delegacionit të Parlamentit Evropian për Shqipërinë, Eduard Kukan. Ndërsa e njohu kreun e delegacionit të PS me zhvillimet e fundit pozitive në Shqipëri, Meta theksoi se të gjitha energjit duhet të shkojnë për plotësimin e 12 prioriteteve të Bashkimit Evropian. Sipas Metës, këto janë moment kyç për Shqipërinë, ndërsa shtoi se politika shqiptare duhet të tregojë përgjegjësi kombëtare për përmbushjen e të gjitha detyrimeve për integrimin. Energjitë tona shkojnë për plotësimin e 12 prioriteteve të BE. Shqipëria duhet ta marrë statusin e vendit kandidat në BE këtë vit, theksoi Meta. Meta gjithashtu kërkoi përfundimin sa më të shpejtë të reformës zgjedhore. Reforma zgjedhore duhet të përfundojë urgjentisht, shtoi Meta. Në Tiranë u organizua konferenca mbrojtje e zgjuar. Gjatë punimeve të konferencës, kryetaria e Kuvendit Josefina Topalli tha se kjo është në majën e agjendës në samitin e Chicagos. Ndërsa ministri i mbrojtjes Arben Imami tha se jemi në proces reformash të cilat pritet të miratohen në samitin e Chicagos. Sipas Imamit, ky program nuk sjell ulje të buxhetit, por nevojën për të përdorur më mirë paratë. Smart defense, apo mbrojtja e meqme, është ndoshta në duke një fjalë e re, por nuk është një ide e re, sepse ajo është diskutuar prej kohësh. Kësaj radhe sigurisht është në majët të agjendës, sepse smart defense do jetë në majët të agjendës të samitit të Chicagos që zhvillohet 3 javë më pas. Dhe në kuadër të këtij samiti, sigurisht që kjo
konferencë e Këshillit të Atlantikut merr një domethënie të veçantë. Shqipëria si antare NATO-s do jetë në këtë summit të Chicagos, kryesuar dhe i përfaqësuar nga kryeministri i Shqipërisë dhe padyshim që do japin mbështetjen e vet në agjendën e summitit të Chicagos, ku një ndër prioritetet do jetë smart defense. Padyshim, si Shqipëri me ekonominë modeste që kemi, por po ashtu me kontributin ton modest, por të rëndësishëm për Shqipërinë, ne jemi të angazhuar që të vazhdojmë të mbështesim në detyrimet tona këtë aleancë. Ne do vazhdojmë të mbështesim me trupat tona, ashtu si që bëjmë në Afganistan sot. Parimi themelor i mbrojtjes inteligjente është balancimi i nevojave me burimet e mbrojtjes. Pra synimi është rritja e kapaciteteve të nevojshme për të përgjigjur këtij konteksti të ri dhe eliminimi apo reduktimi i atyre kapaciteteve që janë më pak të nevojshme. Apo siç e ka thënë edhe zoti Rasmussen, më shumë kapacitete me më pak shpenzime. Pra, është më mirë të kesh më pak personel, por më shumë trajnim për këtë personel. Më pak infrastrukturë, por më shumë sisteme të reja moderne për të reaguar e për të përgjigjur rrezikeve të reja siç është terrorizmi, rreziqet asimetrike, mundësia e përdorimit të armëve bërthamore nga aktorë jo shtetëror e kështu me radhë. Kemi shtuar misionet, kemi shtuar shpenzimet për misione, sepse kemi misione cilat janë të upgraduara, pra ka një kualifikim shumë të lartë dhe ka nevojë për shpenzime për trajnim, ashtu sikur se kemi rritur pagesat e ushtarakëve në misione. Janë rritur përfaqësitë tona pranë shtabeve, siç është Brukseli, siç është Monsi, janë rritur përfaqësitë tona me oficerë në përshtabe të ndryshme të NATO-s dhe jemi në një proces me të vërtet të fuqishëm modernizimi për një forcë si kjo jona, dhe këtu kujtoj modernizimin e flotës sonë ajrore. Dua t'ju kujtoj të gjithëve këtu, por edhe ta nënvizoj faktin se hapja e shkollës policisë ushtarake në Kabul me lidershipin e Kroacisë dhe me bashkëpunimin e të gjitha vendeve të rajonit, të APES-ës, ku ne jemi gjithashtu prezent, është një nga arritjet e mira edhe shëmbullore të rajonit tonë në fushën e Smart Defense. Zëvendës Ministri i Ekonomisë në Bosdo ju ka bërë thirrje bankave të nivelit të dytë të kenë besim te biznesi i vogël dhe i mesëm, duke i ndihmuar me kredi, pasi sistemi bankar, sipas statistikave, ka shtrënguar ndjeshëm kredit ndaj këtij biznesi. Bosdo tha se këto ndërmarrje nuk janë në faliment dhe si të tilla bankat duhet të kenë besim. Sistemi bankar duhet të financojë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Kjo deklaratë e Bosdos erdhi në ceremoninë e hapjes së projektit Plan Biznesi Konkurrues, që ka si qëllim mbështetjen e sipërmarrësve të rinj. Konstatohet se nuk ka mbështetje nga sistemi bankar për startupet apo bizneset fillestare. Kreditimi nga institucionet jo financiare është akoma i ulët. Nga këmbështetimi i bankave SME-t konsiderohen si kredimarrës me risk të lartë, për faktin se kanë asete të pamjaftueshme dhe kapitalizim të ulët. Gjithashtu planet e tyre të biznesit nuk janë konkurruese. Nga pikpamja e qeverisë, SME-t janë motori i zhvillimit të vendit dhe përjevoj rritja e aksesit të tyre në financim është vitale për ekonominë tonë. Kjo kontradikt që ndryrësh në dukje nuk zgjidhet thjesht me kërkesa të drejtuar sektorit bankar për lehtësimin e kushteve të kreditimit. Me të gjitha duhet rritur standardi dhe cilësia e planeve të biznesit si dokumenta thelbësor në aksesin për kredi. Lançimi i këtij projekti konsiderohet gjithashtu një masë nxitse për të krijuar sa më shumë instrumenta financiare në mbështetje të SME-ve. Thellohet deficiti tregtar në vend duke pësuar një rritje me 5.1% në krahasim me një vit më parë. Në një konferencë për shtyp, specialistja e tregtisë me jashtë Alma Mezini deklaroi se në krahasim me një vit më parë, eksportet kanë pësuar një ulje me 1.4%, ndërkohë që importet kanë pësuar rritje duke ndikuar ndjeshëm në përkeqësimin e bilancit tregtar. Deficiti tregtar këtë muaj është 27 miliard lek, duke shënuar një rritje prej 24% krahasuar me muajin paraardhës dhe një rritje 5.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2011.
Në muajin mars të vitit 2012 janë eksportuar 17 miliard lek mallra, me rritje 10.2% krahasuar me shkurtin e vitit 2012 dhe ulje 1.4% krahasuar me marsin e vitit 2011. U importuan 24 miliard lek mallra me rritje 18.4% krahasuar me shkurtin e vitit 2012 dhe rritje 2.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2011. Të hënën pritet të shpallet kryetar në detyrë në krye të partisë më të re e cilësuar e zotit Topi, ish deputeti i Partisë Demokratike Gazmendo Keta. Në pritje të përfundimit të mandatit si president, Partia Fryma e Re Demokratike do të drejtohet gjithashtu nga figurat të njohur të së djathtës. Pas një periudhe 6 mujore në pritje ka ardhur edhe momenti ku forca e re politike dal nga gjiri i grupit të mbështetësve të Pamir Topit në Partinë Demokratike të nis zyrtarisht rrugtimin. Grupi nismëtar ka konfirmuar se të hënën Partia e Re do të marrë rrugë zyrtarisht dhe emri me cilin do të pakëzohet është Fryma e Re Demokratike. Sqarimet i kanë bërë sot pjesëtarët e grupit nismëtar, të cilët do të japin të hënën dhe detajet e lidhura me statutin dhe programin e partisë dhe do të nisin kështu betejën politike jashtë Partisë Demokratike. Nismëtarët për themelimin e Frymës së Re Demokratike është deputeti demokrat Gazmendo Keta, i cili do ta drejtojë deri në kongresin e parë së bashku me një grup nismëtarësh në pritje edhe të mbarimit të mandatit të presidentit aktual Pamir Topi. Zgjedhjet në Serbi nuk do të përshkallëzojnë në zonë ndëretnike. Ky është paralajmërimi i NATO-s nëpërmjet generalit danez, i cili i thekson se batalioni gjermano-austriak që aktualisht po vendoset në Kosovë do të sigurojë një ambient të qetë dhe të sigurt. NATO paralajmëron se nuk do të lejojë që tensionet ndëretnike në Kosovë të përshkallëzojnë në dhunë për shkak të zgjedhjeve në Serbi më 6 maj. Generali danez Knut Bartels, kryesuesi i Komitetit Ushtarak të NATO-s, deklaroi në Bruksel se batalioni për reagim të shpejtë gjermano-austriak, që aktualisht po vendoset në Kosovë, do të sigurojë një ambient të qetë dhe të sigurt. Të njëjtën mbrëmje ka mbërritur në Kosovë edhe një zbarkim i 70 trupave gjermane të batalionit të dytë të forcës operacionale rezerv. Kjo është pjesa e dytë e zbarkimit të 550 ushtarëve gjerman dhe 150 ushtarëve austriak, i cili do të përfundohet deri të hënën e ardhshme. Përforcimet me trupa nga Gjermania dhe Austria do të çojnë afro 7.000 pjesëtar misionin paqërues KFOR në Kosovë, të udhëhequr nga NATO. Ndërkaq institucionet e Kosovës kanë paralajmëruar se nuk do të lejojnë mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë, dhe as organizimin e zgjedhjeve parlamentare apo presidenciale nga ana e Serbisë për shtetasit me 2 shtetësi. Kosova shënon ditën kombëtare të personave të pagjetur, një ditë kjo që e ka zanafillën që nga lufta e Kosovës në vitin 1999. Sipas statistikave, numri i përgjithshëm i personave që llogariten si të zhdukur është 1800 njerëz, ndërkohë që për fatin e tyre nuk dihet asgjë. Lufta e përgjakshme në Kosovë ka bërë që mijëra njerëz të vriten, por njëkohësisht edhe të zhduken pa lënë gjurmë. Pikërisht për këtë arsye, në shenjë solidaritetin në Kosovë, shënohet dita kombëtare të pagjeturve. Numri i përgjithshëm i personave që llogariten si të zhdukur, që nga përfundimi i luftës në Kosovë më 1999 është 1800 njerëz, për fatin e të cilëve nuk dihet asgjë. Prishtina dhe Beogradi deri më tani kanë zhvilluar një sër takimesh teknike për të ndihmuar në ndriçimin e këtyre rasteve, por rezultatet kanë qenë të pakta. Dita kombëtare të pagjeturve në Kosovë shënohet me një varg aktivitetesh. Shënimi i kësaj dite më 27 prill bëhet për faktin se në këtë datë, në vitin 1999, në fshatin Mej të komunës së Gjakovës, forcat serbe vranë dhe zhdukën 377 civil shqiptar të moshës 15 deri në 75 vjeç. Aktivisti sirian anti-qeveri në Mërgim, Amar Abdulhamid, tha se Kosova, si shtet i ri që ka dalë nga një ankth dhe është bërë shtet, mund të jetë inspirim për disidentët e Sirisë. Ne jemi këtu që të mësojmë, tha për agjensinë Associated Press Abdulhamid gjatë qëndrimit në Prishtinë, dhe shtoi se Kosova ka kaluar përgjatë një përvoje për të cilën mendoj se është shumë e dobishme për ne, në kuptimin se si grupet e ndryshme të armatosura që e përbënin UÇK-n e organizuan vetveten. Abdulhamid është një nga 3 aktivistët opozitarë sirian që ndodhet për vizitë në Kosovë.
duke u shprehur për çështjen se opozita në Siri ishte kritikuar për dështim që të bashkohet në një front unik. Amar Abdulhamid thotë se me të vërtet duhet të bashkohemi që të veprojmë së bashku si koalicione opozitare. Aktivistët sirianë në Prishtinë u takuan edhe me ministrin e jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj. Ishte drejtuesi i bankës gjermane Ernest Welteke deklaron se Greqia nuk duhet të ishte bërë pjesë e euros. Sipas tij, Greqia përbën vetëm 3% të prodhimit të brendshëm bruto të eurozonës, kështu që eurozona mund të vazhdojë të funksionojë edhe pa Greqinë. Ish drejtuesi i bankës së Gjermanisë dhe një prej udhëheqësve kryesor të kalimit të vendeve të Europës në blok në monedhën e përbashkët euro, Ernest Weltek deklaron se Greqia nuk duhet ishte bërë pjesë e euros. Megjithatë, Weltek në një intervistë për BBC-n tha se pa Greqinë, kriza e eurozonës do të kishte ndodhur dhe se bloku do të ishte përballur me të njëjtat probleme si sot. Sipas tij, një prej problemeve kryesore të BE-s është përndarja e pabarabartë e pasurisë dhe në mënyrë që një problem i tillë të zgjidhet, vendet e pasura duhet të jenë të gatshme që të transferojnë më shumë kapitale në vendet më të varfëra të Unionit. Weltek solli në kujtesë se Greqia përbën vetëm 3% të prodhimit të brendshëm bruto të eurozonës, kështu që eurozona mund të vazhdojë të funksionojë edhe pa Greqinë. Dalja e Athinës nga grupi 17 vendeve që përdorin monedhën e përbashkët, sipas ish kreut të bankës së Gjermanisë, do të krijonte probleme vetëm Athinës, gjë që do të donte të ripaguante kredit që ka marrë me një monedhë më të dobët dhe kjo do të krijonte vështirësi për të marrë hua të tjera. Dy kandidatët për president në Francë, François Hollande dhe Nicolas Sarkozy, u përballën në një debat kok më kok në një televizion francez. Që të dy odhën akuzat të rënda ndaj njëri tjetrit lidhur me çështjet e ekonomisë, por edhe të politikave të brendshme apo dhe atyre të jashtme. Pas raundit të parë të zgjedhjeve, fushata elektorale ka rifilluar me tone dhe akuza të ashpra. Dy kandidatët për president në Francë, François Hollande dhe Nicolas Sarkozy, u përballën me një betejë televizive 10 ditë përpara mbajtjes së votimeve që do të përcaktojnë se kush do të fitojë mandatin e ri 5 vjeçar në krye të Elizes. Secili prej tyre ju përgjigj një sër pyetjesh të fokusuara tek ekonomia, por dhe tek politikat e brendshme dhe jo jashtme. Gjatë intervistës, socialisti i përplasi presidentit shifrat mujore të papunësisë, që tregojnë se Franca përjetoi për të 11 muajt me radhë rritje të papunësisë, duke u përballuar tashmë me një armatë të papunësh prej 18%. Hollande theksoi se Franca ka nevojë për rritje dhe jo më shumë as sa kursimi, ndërkohë që kësaj deklarate presidenti në fuqi Sarkozy ju kundërpërgjigj duke thënë se askush nuk mund të mendojë se rritja do të realizohet nëpërmjet shpenzimit me dorë të lirë. Pensione, taksa dhe edukimi ishin të tjera tema debati. Hollande premtoi lehtësim të taksave për klasën e mesme dhe atë të varfër, si edhe krijimin e 60.000 vendeve të reja të punës në arsim, ndërsa Sarkozy e sulmoi duke thënë se shumë prej premtimeve të tij janë të pazbatueshme dhe kanë vetëm qëllime elektorale. Aktualisht sondazhet japin Hollande 8% përpara në zgjedhjet e raundit të dytë. Për numrit të pavendosurve dhe paqartësia se për cilin do të votojnë 18% e elektoratit që mbështeti ekstremin e djathtë në raundin e parë, e bëjnë garën që të jetë ende e hapur. Rusia reagon për situatën në Siri dhe i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndjekë në mënyrë strikte vendimet e Kombeve të Bashkuara. Në një konferencë për shtyp, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme ruse Aleksandr Lukashevich kritikon Bashkimin Evropian për vendosjen e sanksioneve të reja mbi Damaskun. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme ruse Aleksandr Lukashevich tha se Rusia i bën apel komunitetit ndërkombëtar që të ndjekë në mënyrë strikte vendimet e Kombeve të Bashkuara në lidhje me Sirinë. Qëndrimi i Moskës është se plani paqes është një mundësi reale për të ndaluar gjakderdhjen dhe duhet shfrytëzuar deri në fund. Aktualisht ne shohim si detyrë kryesore zbatimin e përpikt dhe të rrept të vendimeve të Këshillit të Sigurimit në Siri, të cilat kanë si qëllim dhënien fund të dhunës. Shansi i vërtet për të ndaluar gjakderdhjen dhe vuajtjen e civilëve duhet të përdoret plotësisht. Ne ende mendojmë se sanksionet e njëanshme janë kundërproduktive. Rusia kritikoi dhe qëndrimin e fundit të Bashkimit Evropian për vendosjen e sanksioneve të reja mbi Damaskun, ndërkohë Këshilli i Sigurimit në Kombet e Bashkuara ka miratuar shtimin e misionit ndërkombëtar në Siri me 300 vëzhgues. Aktivistët e opozitës nuk janë të kënaqur me shpejtësinë e vendosjes në terren të misionit,
pasi do të duhet një muaj për stabilizimin e 100 monitoruesve të parë. Ka qenë gjithçka për këtë edicion, ndërkohë që transmetimet tona mund t'i ndiqni edhe në website-in ton në adresën channelvizuam.al. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, bashkë mirupafshim.